Në kishën ortodokse, në kalendarin kishtar, ne përkujtojmë vetëm 3 ditëlindje. Të gjithë shenjtorët e tjerë ne i përkujtojmë ditën e martirizimit ose të fjetës tyre, që është lindja e tyre në qiell. Po 3 personave shumë të rëndësishëm i festojmë edhe lindjen dhe festa tjera. Lindja e parë që festojmë është lindja e Krishtit, e Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Isu Krisht. E dyta e tërshenjtës Mari në 8 shtator, dhe personi i tretë është Shën Jan Pakzori, pararëndësi, cilët i festojmë edhe lindjen e tij. Sepse lindja e këtyre personave solli një gëzim shumë të madh në botë dhe përgatiti shpëtimin tonë. Shën Joani, siç e dëgjuat dhe nga leximi i Ungjillit Lukës, lindi nga 2 prindër që ishin moshë shumë të madhe dhe ishte pa besueshme që ata mund të lindin. U bë një mrekulli që lindin ata. Por tek jeta e tij kur lexohet në Ungjillin, thotë diçka shumë e rëndësishme. Dhe janë disa fjalë të rëndësishme që ne i dëgjojmë ndoshta shpesh herë, por nuk i kushtojmë vëmendje. Ëngjëlli i thot Zaharis, lutja jote u dëgjua. Gjë që do të thotë që ishte lutur prej vitesh që Perëndia të jepte një fëmijë. Dhe lutjet e vazhdueshme gjithmonë dëgjojnë nga Perëndia. Kohën se kur e di ai. Ne kur lutemi shpesh nxitohemi. Lutemi pak, shikojmë që nuk vjen dhe dorëzohemi. Zoti e jep në kohën kur duhet, kur është më e mira për ne. Ai e di kush është më e mira jon, jo ne. Ne shpeshherë mund nxitohemi dhe duam që të bëhet sot, po Zoti ka planin e tij më të madh dhe do e bëj atëherë kur mendon ai. Madje edhe kur nuk na i plotson lutjen, thot një shenjtë i madh, na ka mbrojtur nga një e keqe tjetër. Zoti nuk na jep ne shpeshherë sepse na do, edhe kërkojmë gjëra që nuk janë të mira për jetën tonë shpirtërore, po një lutje e gjatë e njerëzve drejtë e devotshëm ka gjithmonë një fuqi shumë të madhe. Dhe ne i lexojmë këto jo si biografi për të mësuar jetën e tij, ashtu siç e Kona nuk është thjesht portret, po paraqet një dimension të botës tjetër. Edhe jetët e shenjtorëve pikërisht këtë gjë paraqesin, sepse ata duke imituar Krishtin u shenjtëruan prej Shpirtit Shenjtë, e duke u shenjtëruar transmetojnë vizionin e botës dhe që do vi. Prandaj edhe ne i lexojmë ata me çdo fjalë që kanë thënë, e me çdo gjë që kanë jetuar. Shën Joani mbasi lindi dhe një gëzim i madh ishte në të gjithë fisin e tij dhe prindrit e tij padyshim shumë të gëzuar, mbeti jetim në një moshë shumë të re. Sipas traditës, jati i tij i drejti Zaharia u vra nga ushtarët e Herodit, ndërmjet tempullit dhe altarin. Kjo është tradita që është mbajtur në kishën ortodokse. Ka disa tradita në vende të tjera që thonë ndoshta ai që u vra ndërmjet tempullit dhe altarit ishte një tjetër Zahari që përmendet tek libri i kronikave. Por kisha ortodokse e ruan traditën shumë të fortë, që ishte pikërisht jati i Shën Jan Pakzorit, i cili u vra nga ushtarët e Herodit. Kur Herodi dëgjoi për lindjen e Krishtit, e donte të vriste gjithë fëmijët nga 2 vjeç e poshtë, e ëma e tij Elisabeta iku u fshe në mal. Dhe Zaharia jati i tij ishte në tempull. E detyruan që tregonte se ku ishte fshehur djali, edhe ai nuk tregoi. Po qëndroi si gjithmonë, si ishte i fortë shpirtërisht, dhe ata e vranë në brenda tempullit. Krishti në Ungjillë përmend këtë gjë, ku i thot farisejve që gjaku i të drejtëve duke filluar nga Abeli e deri tek profeti Zaharia që u vra në brenda tempullit do bjeri mbi ju. Gjaku i martirëve nuk humbet. Gjaku i martirëve e ka ushqyer vazhdimisht kishën. Madje kisha është ngritur pikërisht mbi varret e martirëve. Prandaj edhe është tradita në kishën ortodokse që ku shenjtërohet një kishë, në altarin e saj vendosin lipsanet të martirëve, pikërisht për treguar që gjaku i martirëve e ka ushqyer vazhdimisht kishën. E nderojmë shumë profetin e shenjtë dhe pararëndësin e Krishtit, sepse ai ishte një model jete për gjithë secilin nga ne. I vogël fare, mbasi i vdiq dhe ëma që la të vogël, një traditë thotë ishte 4 vjeç, një tjetër 12, ikun shkretir. A mënyra se si rrojti atje është pak e pashpjegueshme. Mos më pyesni se si jetoi në shkretir, thotë Shën Jan Gojarti.
Por mund t'ju them, thot, që ai jetoi në shkretir sikur jetonte në qiell. Dhe mbas 30 vjetësh në shkretir ai u shfaq në brigjet e Jordanit, duke predikuar faljen e mëkateve dhe pagëzimin e pendimit. Dhe ishte ky që pagëzoi edhe Zotin tonë Jezu Krisht. Ishte një njeri drejt, njeri me kurajo, njeri që thonte gjithmonë të vërtetën, po dhe njeri shumë i përulur. E përulësia sjell atë që njihet me emrin zelli i shoqëruar me dije. Sepse shpesh herë në kish ka dhe një lloj zelli, siç shkruan Shën Pavli, një zell pa njohuri, pa dije. Njerëz që ndoshta mund të kenë zell, dëgjojnë një fjalë, pa kuptuar se çfarë do të thotë, dhe fillojnë dhe ndoshta sulmojnë dhe tjerët. Ky zell pa dije dhe pa njohuri shkatërron në kish, ndërsa zelli i vërtet është me dije. E dija vjen nga përulësia, ndonse ai baj nga gjithë Izraeli si nga profet shumë i madh. Madje Zoti thot vetë që asnjë që ka lidur nga gratë nuk është më i madh se Shën Joan Pagzori. E megjithatë ai ishte i përulur. Edhe kur farisejt e pyesin se kush je ti, je Krishti, je profeti që presim, ai tha jo, thot. Mbas meje do vi dikush, thot, që unë s'jam i denjas të zgjidh rripin e sandallëve. Njëri që mbahej si profeti më i madh ishte gjithmonë i përulur. Dhe kur Krishti erdhi që të pagëzohej, ai fillimisht nuk pranoi. Kam nevojë unë, thot, pagëzohem për teje, jo ti për meje. Po duke qenë njëri i përulur, ai u bë edhe njëri që bindet. Kur i tha Zoti, le të plotësojmë çfarë lloj drejtësie, ai pagëzoi atë. Dhe përulësia ka një sekret shumë të madh. Njerëzit që kanë përulësi fitojnë një dije të jashtëzakonshme, sepse Zoti gjithmonë i ndriçon të përulurit dhe i rrëson mendjet e krenarëve. Prandaj ky është zelli që kishte ai, ishte me dije shumë të madhe. Nuk kishte frikë askujt. Kritikoi ushtarët, duke thënë që mos bëni dhunë ndaj tjerëve dhe mos rrëmbeni me forcë. Kritikoi taksambledhësit, duke thënë që mos merrni më shumë se sa është caktuar taksa, dhe kritikoi edhe vetë mbretin, duke thënë që nuk është e hishme për ty të marrësh për gruan e vëllait, ku vëllait ishte akoma gjallë. Kjo gjë i shkaktoi edhe vdekjen. Të zemëruar nga kjo kritikë shumë e madhe, Shën Joani vdiq si martir. Por në jetën e kishës ortodokse ka mbetur gjithmonë një nga personat më të dashur. Jo vetëm që ishte profeti më i madh, ai që lidhte dhjatën e vjetër me tren, dhe ishte njeriu më i madh që ka lindur ndonjëherë nga i grua, megjithatë ky person ishte njeri i drejtë, i butë dhe shumë i bindur tek Shqip Perëndis. Përshtypja krijohet nga portreti i tij, nga shumë gjëra, sikur Shën Joani ishte i ashpër, është e kundërta. Edhe Mojsiu ishte njeri shumë i fortë, i vendosur, çliroi popullin Izraelit nga tirania e Egjiptit. E megjithatë në shkrimin e shenjtë thotet që nuk kishte asnjëri në botë më të butë se Mojsiu. Duke thënë të vërtetën, nuk do thotë që je i ashpër. Duke thënë të vërtetën, do thotë që ti i do njerëzit që nuk i duan tjerët i gënjejnë. Nëse do i duash dikë, nuk do i gënjesh. E nëse ai do jetë gabim, do i thuash që je në gabim. Kjo vjen nga dashuria, nuk vjen nga dobësia. Njerëzit që gënjejnë, që nuk duan që ty në telashe dhe nuk i thonë njerëzve të vërtetën, janë profetët e rrem. Profetët e vërtetë Perëndis thonin gjithmonë të vërtetën. E Shën Joani do qëndroi gjithmonë si njeriu që predikonte të vërtetën. Nuk u trembas nga pushteti i korruptuar asaj kohe, si një shenjë për gjithë secilin nga ne, që nuk duhet trembemi nga pushtetet korruptuara, po gjithmonë duhet përpiqemi të themi të vërtetën. E vërteta nuk dëmton asnjëri, po e shëron atë gjë. Ajo dëmton vetëm mendjet e smura, njerëzit që kanë krenarira të rreme, njerëz që mendojnë të ruajnë pushtete, pasurira që ndoshta nuk i meritojnë, dhe kur i kritikon ata tërbohen. Mendjet krenare nuk e pranojnë kritikën. Me të drejtë Solomoni thot tek proverbi: kritikon një të mençur e do kesh një mik. Kritikon një të marr e do kesh një armik. Sepse i marri nuk e kupton shpeshherë që qortimi i vërtet që vjen nga Zoti është një mjekim, është për të mirën e tij. Prandaj edhe qortimi i Shën Joanit ishte një qortim për të shëruar, dhe në kohën kur jetoi ai e ktheu Izraelin. Turma njerëzish vishin për të pagëzuar, vinin për të pagëzuar si pagëzim pendimi, për të larguar nga mëkatet që kishin bërë në jetë dhe përgatiti rrugën për misionin e Krishtit. Prandaj dhe quhet pararëndesi.
E madje këtë ditë ne kujtojmë Shën Joanin si pararëndësi. Manastiret, kishat që i kushtojnë si pararëndës gjithmonë quhen manastiri Shën Prodhromit o kisha e Shën Prodhromit, e pararëndësit, sepse ai i hapi rrugën për veprën shpëtimtare të Krishtit, sipas profetit Isaia. E nëse do ishit në mbrëmsoren e madhe, gjithmonë përpara festave të mëdha bëhen 3 lexime. Ato lexime që bëhen në lejojnë ne të kuptojnë pak më tepër për kuptimin e festës. Dhe leximet ishin 2 një nga Gjeneza, një nga Gjyqtarët dhe 3 nga profeti Isaia. Tek Gjeneza e tek Gjyqtarët tregohet 2 raste kur nuk lindën dot fëmijë dhe lindën në moshë shumë të madhe. Kur Abrahamit i lindi Isaku, edhe kur një çifti në Izrael që kishte kohë pa lindur, i lindi një djalë Samsoni, që ishte edhe çliruesi i Izraelve nga Filistinët. Këto 2 shembujt vinë pikërisht për treguar që historia e këtyre 2-ve ishte e njëjtë me historinë e Joan Pakzorit, sepse këta ishin njerëz në të cilët lindën nga një mrekulli shumë e madhe, edhe nga njerëz që ishin në një moshë shumë të madhe, që nuk mund të lindin. Zoti shpeshherë i lejon këtë gjëra pikërisht për treguar këtë gjë, që është Zoti që i bën shumë gjëra. Mrekullit nuk i bën njerëzit, as shenjtorët. Shenjtorët luten tek Perëndia dhe Perëndia për arsyet që di ai, jo plotson lutjen këtyre njerëzve drejt, po mrekulli bën vetëm Perëndia. Dhe shpeshherë Perëndia i bën mrekullit në një formë që mos të kenë dyshime për mrekullit. Lindja në një moshë ku askush nuk mund të lindte ishte një shenjë e pranisë së Perëndisë për të ndërhyrë. Dhe profecia e 3 nga profeti Isaia flet pikërisht për këtë gjë, për gëzimin e madh që do vi, për atë që ka përgatitur Perëndia për shpëtimin e të gjithë njerëzve. E pse lidhet kjo edhe me profetin Joan? Pikërisht sepse ishte ky që hapi dhe drejtoi rrugët për të vazhduar misionin shpëtimtar të Krishtit. Prandaj dhe nderojmë kaq shumë. Është një shenjë që gjithmonë do mbetet i dashur për njerëzit. Dhe jeta e tij do mbetet gjithmonë një model për gjithë secilin nga ne. Ne duhet të vazhdojmë të imitojmë të gjithë shenjtorët. Si thot Shën Pavli, bëuni imituesit e mi, siç jam unë imituesi i Krishtit. Nuk ka nevojë vetëm thjesht besosh me fjalë, se ka shumë njerëz që thonë besoj. E përmend shpesh këtë sepse është e rëndësishme. Nëse ne nuk e zbatojmë atë që besojmë, nuk do kemi asnjë vlerë. Prandaj dhe është shumë e rëndësishme që kur lexojmë jetët e shenjtorëve, shenjtorët s'ka nevojë të lavdërohen nga ne. Shenjtorët gëzohen nëse ne fillojmë dhe imitojmë jetën e tyre, që do thotë fillojmë dhe ndryshojmë, fillojmë dhe pastrojmë zemrën, ndriçojmë mendjen, e largohemi nga çdo lloj paudhësie. Jeta e shenjtorëve është gjithmonë një thirrje për gjithë secilin nga ne, që ti imitojmë ata. Duke imituar atyre do bëjmë ngjashëm me ata. Ata patën si model Krishtin dhe u modeluan sipas tij. Ne duke lexuar jetët e tyre, e duke i dashur ata, e duke u lidhur shpirtërisht me ta, do fillojmë të imitojmë. E duke imituar ata, do fillojmë të bëhemi ngjashëm së bashku me ata. Në këtë ditë të shenjtë, unë do doja të uronja gjithë ata që festojnë ditën e sotme, gëzuar dhe për shumë vjetë.